Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Në të krahas falenderoj edhe kryetarët, që kanë nisur këtu, profesor Teodor. Ne jemi të vërtetë të vijmë kryetarit. Gjithashtu po ta falenderoj në momentin të universitetit Tarë, që i parënisë të gjithë sektorit, kryetarë të gjithë departamentet, profesorë, kolegë, të përgjeruarit të konkurrarë. Unë do të thojë këtu pra me të gjithë departamentet profesor të tira të gjodit, si do të përton, profesoreshën Ota Sime, që është të gjithë si dhe të profesorit si dhe profesorit të qenë në përgjara, gjithashtu të të gjithin, doktor të të gjithin, modern, reforma, të shqiptimit shkencor të muzikës, po të historisë saj, veçanërisht në Shqipëri. Dhe sigurisht i votimi fundit që është i parë, po shpresoj që janë dhe për që ka dhënë në diskursin në vetë i nxjerrjes për të gjithë të votimi, por ne po flasim për të vetë të çotë për të promovojmë pranë. Tot marrë në disa referate, dhe në koncert të shkurtër, dhe për profesorit, dhe të gjatë të profesorit, dhe të dedikuar Edmond Guaras. Në do toja Akademik Vasotovo, Banko Militar, Vereador, editor, dirigente, editor. Tot është të veçantë dhe ne të dëshirojmë që ky promovim i librit të ri të bëhet mos drejtë pa prezencën e tij. Po jashtë ndodhi që Edmond Guaraja, miku, shoku, kolegu, kompozitori, muzikologu, pedagogu, intelektual i artë nga ne, dhe familja në mënyrë të vetë, duke lënë pas emrin e tij të nderuar në trashëgiminë e tij muzikore, në pjesë të së cilës ndoshta më të rëndësishme e promovojmë sot. Gjykoj se nuk do të mund ta vazhdojmë aktivitetin në rast se nuk do ta fitojmë vendin në një minutë. Të para se të flasë për librin. Vetëm janë nuk është aktuar e si libër në institut të tratante, i qip shok një kursi. Kursi të viteve 1983-1987. Edi studioj kompozicion në drejtim e Dajës ti, profesorit të shquar Fehmi Ibrahim. Me plot gojën, a ishi qenë si student në të gjitha aspektet. Studion e pa marri e pa orare, se i kishte dhënë vetë studime të mëdha, të cilat kulmuan në diplomën që e mbrojtën në simfoninë alpine, një vepër e furnizuar nga vepra Ismail Kadares. Në fillim të viteve 1990, mori pjesë së bashku me një grup kompozitorësh të ri. Në aktivitetet e parë që synonin një realitet pluralist muzikor në Shqipëri. Metamorfoza e kristalit. Vepra e tij Koraqi e shkruar më njëherë pas në 10 solli një muzikë të ndryshme, e cila qëndronte mbi tekstura dhe struktura formale pa censurë, si shprehje e lirisë individuale krijuese. Më pas vjen për shumë vite në Itali, tashmë në angazhime në editorie muzikore, me regjistrime audio dhe publikime, botimesh të shtëpisë botuese akustika, të cilën ai e shpërndoi në qytetin e Lecce së Italia. Edi u rikthye pas shumë vitesh të Shqipërisë si pedagog në Universitetin e Atenës, duke futur në programe shkollore, lëndë të tilla të domosdoshme si semiotika e muzikës.
Këto janë vitet e strukturimit të ekipit plot si muzikolog e teoricien i muzikës, pa e qëndorur nga kompoziti që ishte siç u vaqojnë dashuria e tij e parë. Vjen si dhënia nga aktiviteti muzikologjik edhe në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, duke formuar në mbrojtjen e doktoraturës muzikologjike në vitin 2016 me temën Historiografia e shprehjes muzikore në Shqipëri dhe diasporë, nga prania njerëzore në tokën shqiptare deri në shekullin e 16. Një punim sfidus dhe pioner në këtë temë, pasi ai dëshiron të nasite veç doktoraturës punimin deri në vitin tonë, jo nga shekullin e 16 deri në sot. Edi u kërkoi që isha drejtuesi shkencor i doktoraturës. Propozit të cilin e pranova me kënaqësi, por edhe me përkushtim, pasi tema ishte vetë tendencë sfiduse. Ky libër që promovojmë sot është mbështetur kryesisht në gjendjet dhe arritjet e punimit të kësaj doktorature. Edi vazhdoi votimet në ndër ai kushtuar Miketës Aramezianës, kompozitor arbër i liturgjisë, i cili u botua punë në Akademinë e Shkencave para 3 vitesh. Paralelisht Edi studionte, shkruante muzikë dhe drejtonte dhe studente në kompozicion krahas pjesëmarrjes aktive në tribunat muzikore kushtuar muzikës në Shqipëri dhe jashtë saj. Planet i kishte për të punuar edhe 100 vite të tjera, sidomos në vazhdimin e kësaj veprë që promovojmë sot, për ta sjellë studimin e historiografisë së tij në botën shqiptare deri në shekullin e 20. Unë shoh Edin si një patriot në mënyrën e tij dhe angazhimet e tij dhe tjera republike, i cili ndërmete se dëshironte që Shqipëria dhe në veçantë arti muzikor të përparonin. Për këtë arsye pranoi edhe detyrën e nderuar të shefit të departamentit të kompozicionit, muzikologjisë dhe dirigjimit të Fakultetit të Muzikës në UAR, një detyrë që padyshim do ta kryente me arritje të tjera. Por metronomi i jetës sistemeve muzikale si valor i dushëm. Të kemi të vlera dhe rëndësia e librit që promovojmë sot. Historiografia e artit të tillë në botën shqiptare synon të shënojë objektin e vet, përmes shfrytëzimit të instrumenteve dhe të dhënave të tjera nga të gjitha disiplinat shkencore të përfshira, të cilat janë shumë, nga ato historike, gjuhësore, gjenetike, antropologjike, estetike, muzikologjie krahasuar, semiotik, histori muzike, kompozicion e të tjera. Në termin botë shqiptare, që e ka evidentuar në titullin e votimit, Guaraja i referohet asaj e cila përfshihet brenda kufive të sotëm të Republikave të Shqipërisë dhe Kosovës, si ato Itali, Malizi, Serbi, Maqedoni e Veriut, Bullgari dhe Greqi. Do të mendohet si pjesë të tij thot Guaraja dhe të shpërngurit për në Rumani, Ish Bashkimin Sovjetik, Turqi, Egjipt dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Libri kushtohet 200 kg Xhi Guaras, i cili me jetën dhe veprën e tij ka qenë për Edin, siç e përcitoi Horizon, orientues për të historiografi. Dy fjalë për strukturimin e librit pasi është shumë interesante, që nga strukturimi provohet se çfarë kapaciteti kishte Edi për të trajtuar çështje të tilla kaq delikate. Libri ka 3 pjesë, të strukturuar në 6 kapitull licej, secili për kapitujve në më shumë në ndarje të tjera, që ashtu sigur dhe mozaiku krijon pamjen e Viklandës. Pjesa e parë i kushtohet për historisë. Ka një kapitull që titullohet Prania njerëzore në territorin e shqiptarëve të sotëm, dhe në ndarjet e këtij kapitulli trajtohen si çështje paleoliti, duket shoqërore, neoliti, nisa njerëzore në kontinentin e Vjetër, kodifikimi martesor si figuri kulturore, gjuha indo-europiane dhe shqipe, i lirët dhe mesjeta helenike, klimi e konservativa, akti dhe mitët muzikore. Në pjesën e dytë, antikiteti ka 3 kapitull, përkatësisht kapitulli e dytë që titullohet Bota muzikore e lire në pjesa saj helene dhe romake. Në ndarjet e këtij kapitulli trajtohen çështje shumë vjeshtë, si prania e lirike, shkollimi dhe instruktimin e liri, trajtat e jetës si lire, arti muzikor dhe i kërcimit në liri. Në fokus veçantë në atë që njihet në gjitha studimet muzikologjisë botërore, kërcimi lirik, metrika dhe funksioni i saj unifikues. Pedagogjia muzikore e lidhur me Helen tashmë, diferencat e artit të në liriku, nisma e para të shkrimit muzikor dhe muzika si instrument kolektiv e semantik. Dhe kapitulli i tretë që është pjesë e antikitetit, që titullohet Krishterimi dhe liriku sacrum,
Në ndarjet e këtij kapitulli, Edi trajton çështje të tilla si përhapja e kristianizmit në Iliriku, fillimet e dyqezave ilirike, kryefillesat e literaturës kristiane në Iliriku, me një fokus veçantë te Jeronimi, nga Vulgata deri tek eretitet e lirë të arianizmit. Dhe kapitulli 4 që është pjesë e antikitetit, që titullohet Miketa e Arianisianës, që e përmendur që ndërton në një libër të mëdhenshëm, pra i fillzuar kryesisht nga kapitulli që trajtoi në doktorat, duke ilustruar çështje shumë të thjeshta që kanë bërë në veçantë në origjinën e tij, që lidhet me shqiptarët dhe me analizat dhe lektura më të interesante të Dinit të Deon Galdeanu, i cili është një barë në orë në botën e krishterë në Europë. Pjesa e tretë që përmendimi i tij është më interesante, titullohet Arti Sekular. Ka 22 kapitull, përkatësisht kapitulli 5, titullohet Eposi, Dëshmi, pra film në kontekstin e studimit të tingut, tani si një komponent i asaj që konsiderohet tragjedia shpirtërore. Në ndarjet e këtij kapitulli trajtohen çështje si rënja e Imperiut Roman, perandoria romane e lidhjes së artit muzikor, diferencimi terminologjik aet dhe rapsod, sfondi historik i gjallësisë së eposeve të mëdha, funksioni konservativ i psikologjisë i lirë artëve shqiptare, arti kohor i metamorfozave tek eposi krishtit, karakteristikat imanente të eposit dhe shfaqja e tyre, simbioza alpine e eposit, periodizimi historisë së kulturës shqipe dhe ndikimet e saj në atë që Edi i quan melopoeia, që është domethënë si dy fjalë melos poezi, por ka kuptim i fjalëve të cilat nuk janë thjesht artikuluara si fjalë, por fjalë që kanë ngarkesa muzikore, përvazhduar pastaj me figurën e rapsodit, me lautën, fjalën e saj dhe legjendarizimin e fjalës si sërdhënësi në tekst tragjik. Në kapitulli 6 dhe i fundit, që titullohet Shumëzërshi e Pirot. Në ndarjet e këtij kapitulli trajtohen çështje të tilla si njoftime të mëdhenshme mbi Shumëzërshin, e piri ose hapësira ilirike e Shumëzërshit me Zukam, Edi përdor termin e tij Zukam dhe shqiptari që qasën e përport për të karakterizuar zërin e Isos, konformimi i stileve kulturore e Pirotit, diferencimi i lirë artëve, dialektet gjuhësore dhe muzikore, Shumëzërshi grek, shtirja gjeografike e Shumëzërshit e Pirot, modaliteti muzikor dhe dhjetra të tjera çështje teknike të cilat nuk po i zgjatësoj. Libri shoqërohet gjithashtu me një biografi shumë pasur dhe me treguesin e ebrave të përmendur. Nga sa fola dhe paraqita, janë disa konsiderata. Historiografia synon të përfshijë të gjitha format e interpretimit e prodhimit, trajtimet dhe transmetimet e fakteve të ndodhura në kaluar historike të një fenomeni siç është muzika. Qofshin ato të lidhura me tragjedin muzikore antike, me tragjedin muzikore folklorike jo materiale, me ato fetare dhe me kritarinë autoriale, pra të autorëve të veçantë muzikë. Në synimin për të artuar një probleme ku të përcaktohen mundësisht konstante që përshkruajnë verdhjen e kulture, e realizuar kjo përmes teknikave dhe metodologjive të disiplinave ndimëse. Thelbi i pyetjes studimore të Buaras është se ai ka qenë, se si ka qenë, si shfaqet dhe përshfaqet filmi në botën shqiptare në kontekste të caktuara historike, po sjell një citim prej tij ta bërë në diçka të ndur. Sipas Buaras dhe po citoj. Në zhvillimin i lirë artëve shqiptare, do të vëret që vërtet e lënë ka krijuar një qytetëri i cili mbetet në ndër të vetë aty të sotme. Por edhe kanë gjetur aty ku kanë qenë të djegën e tyre para ballkanike, më pas në atë ballkanik shprehje muzikore jo elene, të cilat ata kanë ditur me mjeshtri i përvetëson i përpunojnë për të vënë së fundi një gjyrim i cili përcaktohet përgjithsisht si elen. I lidhet patën fatin të gjendet pranë kësaj vate kulturore dhe sot, ndonse me vonesë, duhet të përpiqemi të dëshmojmë se në tërë atë ndërsi që quhej fillimisht elen e më pas, ka elemente mësore, të cilët nuk janë grek, dhe që përkaqëse të tjerë përbërësi kulturore, të cilët mbeten të detyruar për shekuj brenda imperatorisë romane të Indjes, nga ku vërtet morën pra i mirë, por dhe dhanë shumë. Duhet citimin. Nga periudhës antike, që përfshin në këndvështrim muzikor periudhën e homofonisë absolute vokale dhe instrumentale, që shkruhet deri në shekullin e 10, dhe të mesjetës, që përfshin polifoninë instrumentale,
exclusivisht vokale që shtrihet deri në shekulli i dashmet, liria fillimisht e arbëria më pas kanë qenë brenda vogullës europiane, në kuptimin e një qytetërimit të njëjtë, që sillen prandaj e përdor termin vogël. Madje në qendër të saj e si pasojë dhe lagë muzikore ishin përfshira në tendencat e kësaj kulture. Ndërsa periudha e tretë apo koha moderne nisin në Shqipëri shumë më vonë, në raport me vendet e tjera europiane, diku aty nga fillimi i viteve 80 të shekullit 19, domethënë 4 shekuj më vonë se sa ajo trungut më nga i cili u shkëput forcërisht në shekullin e 15. Bëhet fjalë për periudhën e Pushtimit Otoman, që sipas Buaras do të rezultojë më shkatërritare apo muzikën, kjo duke konstatuar mungesën e kritikalisë individuale, pra që nuk pati krijues kompozitor të anë si shqiptë dhe të tjera. Lidhet të kuptohet ky konstatim në këtë kontekst, pra që kjo periudhë e finalizuar me perandorinë otomane ishte shumë e rëndësishme në faktin që tenderu pati kompozitor si pati në Evropë të ndarë sipas atyre periudhave që ne e dimë gjithë. Të fasi historiografisë sot Buara e cilëson si lidhja muzikore shqiptare, e cila shfaqet si përpjekje gjithnjëherë në lidhje për të kaluar nga arti të timit në funksion të historisë kombëtare drejt shpëndimit të tij dhe kemi në shprehje të autonomisë krijuese individuale, që është gjendja natyrale e çdo artisti. Domethënë në rast do të duhet të kërkosh art të vërtet, duhet ta kërkosh të lidhur kryesisht me lirinë e artistit i cili sigurisht jeton në kontekstin e kohës aktuale, por fundit shpreh vetveten. Është koha e krijuesve të përveçshëm të muzikës sonë, që filloi në Shkodër në vishëndën e veriut me emra si Kalo Kurdi, Franco Ndoja dhe Mikël Poliçi, që kulmojnë me emrin e Ad Martin Xhopës. Në këtë periudhë filloi të shquhet edhe muzikë, ajo fazë e shkrimit të botës, e zhvillimit të botës së filmeve që paraqitet në kulturën europiane. Muzikoria pra në dumimin e Buaras hase jo domosdoshmërisht thjesht vetëm në aktin timor, por edhe aty ku tingulli mungon. Pra ajo është gjithnjë e kuptuar që është aty, por e realituar pasi dokumentimi arkeologjik dhe organografik, referencat toponimike, prania e kuteve dhe qyteteve, për shembull edhe si model Dodon apo Apollonit, pra janë realitete faktike të cilat ruajnë edhe pashmir gjuhë dhe monumente shumë të hershme, jo vetëm historike, por edhe mitike, të lidhura me muzikën dhe shprehjen muzikore. Një vend të rëndësishëm të librit zën kontribute pothuajse 100 vjeçare të muzikologjisë dhe të muzikologjisë shqiptare, qofshin toponime monografike apo artikuj shkencor, me që po shoh maestrin në Koçën, një ndërta me që është situar shumë në librin e tij. Si e tillë dhe mbyll libri Historiografia e shprehjes muzikore shqiptare, paralelisht si motrat e saj njohin dha e mëdhenshme. Kalon nga epoka mitologjike përmes asaj teologjike për tek pozitivizmi bashkëkohor. Tu e shohim edhe kontributin e madh të Buaras, pasi sjell një abstragjim dhe interpretim të tij mbi artin e tij të ne, deri diku i patrajtuar në këtë formë dhe në tërësinë e vet. Edhe një herë i paroi dikimin e tragjedimia artistike dhe shkencore që erdhi nga pas. Faleminderit. Kami estoy más claro aquí, profesor de la Rodolfo, que es el departamento de Camarero. Foto Boris me detalji për koncertin e Boris apo Boris në version blotë. Ndërsa në lidhje me këtë që bërë të votimi i dytë në Akademinë e Shkencave, do të uroj dhe do të ndrojë opinionin se çfarë fuqish në Akademinë e Shkencave. Në të shkollës të një promotor të vlerë dhe planë të 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 parë dhe Boraja në profesorë nuk i pikës. Në kesa
qoftë personale ime dhe emocionale, për sa i ka të mbirë dhe shona, atë se në qëmë. Dhe është si një në mbushur të mundina të prasësh. Dhe duke ditur që çfarë i kënimi ka pas Boraja, që mos në arenën ndërkombëtare, si mos në shotjallën e analizë të teorisë muzikës italiane, më duke me vënd që bëjë një lajmëri pikërisht sa sociale, sepse në personalitetet që ajo mban, dhe janë personalitetet dhe autoritetet jashtëmarrëse cilësore në botë, përfshirë në pëndërgjante, është muzikologu, analizi shënkran në nivellit absolut. Dhe këtë bërëm në anë të një kërkese të një pinjohë po praktikitar, biologikondi, rastire të Gagusit, dhe i thash, për çfarë bëhet ky aktivitet ka të rëndësishme në rrugën e shkencave, për të jetë një opinion. Dhe i përgjigja kjo ishte më një hershme, dhe unë do doja të dalë nga personale të ndihshme të lexoja pikërisht çfarë ka shkruar, sepse është një sintezë jashtëmase cilësore dhe po aq shkencore. Originali është milalisht dërguar, një kodë dhe havë dhe pasorë të tjetër, dhe drejtohet të ndërruar profesor. Shirkati Italian e Energjisë dhe Turizmit Muzikor dëshiron të shprehë në këtë moment të rëndësishëm për një admirimin dhe respektin e të gjitha tyre që kanë gjatë këtyre viteve kanë pasur mundësi të njohin dhe personale të kombëtare. Kontributi i tij intelektual dhe njerëzor, si bashkëpunues i vlerëshëm, si autor me vlerë të mëdha, dhe si recensor serioz dhe konstruktiv, ka dhënë një shenjë të pashlyeshme në komunitetin e shkencës. Prezantimi i volumit të dytë të studimit të tij të gjerë, historiografia e radioteknikës në botën shqiptare, ne jep një rast të rëndësishëm për të vlerësuar çka ai më ka dhënë. Në lejoni të ndajmë së bashku, nëpërmjet këtij dokumenti, një ndjenjë një njohje dhe një nderim të pamas për atë që Edmond Vinalgan në trashëgimiu dhe për disa të Akademia e Shkencave të Shqipërisë është duke bërë në përhapjen dhe njohjen e punës. Në vitin 2019, Boraja mbajti kongresin e tij të parë në konferencën e Gatmanit, është grupi i analizës dhe teorisë muzikës në Itali, në Rini, mbi konceptin për orgojën dhe orkestrën të kompozitorëve shqiptar të Berlin. Nga ai vit kemi pasur gjithmonë të pranishëm në preferim tonë. Ishte një ndër të parë që frekuentoi masën e teorisë dhe analizës muzikore, të cilën ndërruan më njëherë për rezultate të shkëlqyer akademike. Pjesa që përket analizës në disertacionin e tij përfundimtar mbi temën Don Juan Milici, do të publikohet më pas në numrin 18 të tetorëve të Institutit FIS. Që janë tetore Universitet Profesoror e nivelit A të komunitimit të shkrimeve shkencore në Europë. Ky artikull duhet konsideruar si një këndvështrim i gjerë për editor mbi studimin e teknikës së kompozicionit të muzikantëve modern. Boraja nxjerr në fakt shpërdoren e konvertimit, si dhe pranimin e shkallës mundale dhe jo minimum, të cilat përbëjnë disa trajta karakteristike të sonatës civilike. Mjaft i pranishëm në konferencat e Gatmanit, e partimi në fundit formalizimi i tingurit në vallë sekretare të servisit, në tjetër autor i preferuar nga Boraja. Në të duke referuar raportit midis formës dhe përmbajtjes, ose ndërveprimit midis drejtimeve të ndryshme strukturale, dhe më parë në pa portreti i tij si teoricien dhe më pas ai i analizit duke na surprizuar në nivelin e rrugëtimit të tij intelektual.
Ata që njohën në rininë e tij kujtojnë si punëtor, parolur, të etur, për dije jo vetëm në fushën e tij. Pasoni i tij për libra kisha të lutë, jo vetëm si studiues të librave, i cili zotonte një bibliotekë të pafundme, por dhe si votues dhe ndërtues në fond të librash, në fushën e redaktimit, pasojnë që ushtroi si votues dhe ditën time të gjatë një periudhë. Në vitin e pasuar, me kryen e matrit, Bora ishin autori një kontributi të jashtëzakonshëm me titullin e Toni Kriti Maskali, për shkak në provë të pjesë Grand Senat, i cili u votua në regjistrin Ratman 2020. Ratman është regjistri analitikë të rrugëve të konstitucionit a shkalla master të evokuar. Ndërkohë, si antar i komisionit shkencor, antar i komisionit shkencor të servis, kryente me personalitet të lartë detyrën dhe të recenzuesit të lirëve. Në raste më të komplikuara ose për tematika me natyrë jo fort të përcaktuara, Boraja përbante një garanci konstruktive, kompetencë dhe profesionale. Recensionet e tij ishin shumë të pasura në bibliografi, në sugjerime metodologjike dhe në tipame perspektive të prahura në fakt. Në periudhën e fundit të studimeve të tij, Boraja ishte i primur kryesisht drejt të ndërtimit multidisiplinar dhe multimetodologjik të analizës. Dhe nuk kishte si të ndodhte ndryshe duke konsideruar tërësinë e kompetencave të realizatorëve. Dhe projekti i tij fundit i Vendodisjen e Sarnecit, i parashikuar për konferencën e Gatën në 2024, ishte impostuar në një lexim të gjerë të vetes, në një pluralizëm të ndryshimit dhe idesh, fatkeqësisht nuk pati mundësi ta bëjë. Vepra e tij e fundit, të cilës i kushtoi vitë studimi, ishte ajo që natë në cilin në organizim. Vepra me titull prezantues polisemizmi tërësor dhe morfologjik, Luis Gansanata, pasuron mund një portret në tij si studiues, muzikant poliedrik, në hapjen e shumë perspektiva analitike, të cilat shojnë duke përmendur ato nga më të rëndësishme, nga qentralizmi, ajo më të rëndësishme, tek narratologjia gërmisiane, tek teori neo-riemanniane, tek ndryshimi bashkësimit fortian. Tema qendrore e veprës është diskutimi mbi një strukturë të mundshme të vojës të nivelit më të thellë të analizës së gramit, gjatë gjithë natës, objektiv ky një kompleksiteti të lartë për të dorë, të cilin Bora e trajton me një kompetencë të përcaktuar, duke duar një sasi të jashtëzakonshme literature dhe referenca shkrutorore. Nuk mund mos përmendet që bibliografia e cituar në tekst përmban 440 artikuj dhe 24 gjatë, të cilët janë traktate të ndryshme në autorë. Tjeme Martini, Bosch, Galeazzi, Rica, Marx, Petris, filozof Kant, Hegel, Shemi Merleau, Adorno, Benjamin Bloch, Gustav Peirce, Germans, antropologi, Levi-Strauss, shkrimtar Milton, Goethe, Byron, janë të parapanime. Në termin polisemizëm, titulli aludon termin e melodikal, që lidhja me politikën, por përgjithësisht, i pranishëm në periudhën e shekullit të 19 në zonën gjermane, i cili ka një shumëllëshmëri kuptimesh. Pikërisht, synimi i mundimit të Boras ishte të diskutohet në vetë, bashkë ekzistencën e shpresimeve të shumë fisha të kuptimit. Këtë gjë mundon një bashkëpunim dinamik midis strukturës dhe fondit. Nga tjetër, dhe sonata është një kompozim me funksion të dyfish format, të cilin e paraqet indikot dhe në sonate, por dhe një sonat me disa kohë, si që paraqekon linia. Sipas shqiptimit të Boras, disi mishëron një ide e kryuse të tejkalon në ambientin e zakonshëm të strukturës së sonatës, duke u bindur ide sa artë dotar, brenda kufijve të muzikës. Artë dotar është temët e Wagner për ndërtimin e mallit. Ky pikëqytet e konsideron veprën mediante të përmbajë një polisemizëm specifik të saj, i cili nuk ka nevojë për një program ekstremizimor,
por mbetet brenda konceptit të muzikës së pastër të bazuar mbi tij. Universiteti i Veçantë në studimin takon analizës së teknikës transformuese të lingvistikës, në cilën funksionet të ndryshme kompozitive. Të kultura si aktant, shumë funksionar, të Gjermanësit, marrin pjesë në një proces dinamik transformimi. Kjo është një karakteristikë tipike e tematikës romantike, veçanërisht të asaj feministe. Në krahasim për shembull me atë. Mbi këtë dyllojshmëri, që e thonë Butler, ka dedikuar disiplinë të rëndësishme të fokusuar mbi figurën në praktikë. Dhe për inisit, zhvillohet në përgjithësi transformimi të përmbajtur jo vetëm aspekteve funksionime tematike, por dhe të atyre të funksionit narrative. Goraja realizon pikërisht një tablet interesante, të kam në kodër, që paraqit një rrugtim gjenerues të kuptimit gjatë gjithë natës, si një metodologie të 16 shpresave. Mund të konsiderohet një gjenerues për arsye se çdo aktant nga ana e tij gjeneron subjekte të tjera narrative. Përdorimi i terminologjisë nga ana se i lejon autorit të administrojë subjekte të shumta që përshkruajnë dhe vështrojnë emocione. Në shikimin e fundit mund të jetë karnisë me libër të disa materiale të pavotluara dhe me interes të veçantë që përkasin teoricienit analistik amerikan Alan Ford, të cilat truan pra në zyrë të North Texasit, e cila është pronare dhe e AEPAS, Alan Ford e Greco Research, që përbas në një dhe dështimit të bërë të njërë për publikum pas dekës analizë, në vitin 2014. Publikimi i materialit është autorizuar nga vetë profesor Timothy Jackson, të Universitetit të New Yorkut, në partes në arkimin e doktorit të Lloydit në Salerno, nga bora para rrështë dhe mail që dërgon në Jackson Boras, dhe thonë të vi apo sa pa për të takuar sepse kemi shumë pusha të përbashkëta për të diskutuar për problemet e analizës nukleare. Dhe ishte një aprovim që e prisën me shumë dëshirë, po pati e premën. Boraja dërësisht diskuton letët dhe 5 letë të vitit 1987, e përkas në anën seminor, i vishë vokator në kohë. U gjenë shkicat analitike të llojit shekerian të masave, si që thonë grave,
Ja, iets van die van de liefde. Un po' la rivista che appena si dice un po' per lasciare I faccio di
When the religion side is religion.
Pandemia dura, një nga cilat erdhi ka shkruar që vitin dhe i kishte shumë edhe si mund ta gjojë të mbaruar. Dhe e dyta është teorikus që do të marrë në është dedikim nga vali në budisë.